Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Safet Neziri konfirmoi informacionet e publikuara kohë më parë nga televizioni Alp se Ministri i Arsimit dhe Shkencës Nikola Todorov planifikon që mësimi gjuhës maqedonase nga nxënësit shqiptar të fillojë nga klasa e dytë. Po mendoj që është një ide e lancuar jo vetëm nga Ministri Todorov, por kemi informacione se është ide të lancuar edhe për disa faktorë ndërkombëtar në këtë drejtim. Sipas Nezirit, jetësimi i kësaj ideje do të jetë i mundur vetëm pas një konsultimi me ekspertët, prindërit, nxënësit dhe profesorët universitar, sepse në të kundërtën, ky propozim do ta ketë fatin e njëjtë si propozimi më parshëm i cili u abrogua nga gjykata kushtetuese. Për plan programin shkollor në të cilin lënda gjuhës maqedone figuron që në klasën e parë, deputeti Neziri tha se bëhet fjalë për mos azhurim të faqes së internetit të Byros për Zhvillim të Arsimit, që sipas tij do të përmirësohet së shpejti. Ai u shprehi sigurt se pas vendimit të gjykatës kushtetuese nuk ka asgjasa që maqedonishtja të mësohet nga klasa e parë. Për të njëjtin plan program të cilin për herë të parë publikoi televizioni Alp, deputetja e LSDM-s opozitare Cvetanka Ivanova tha se bëhet fjalë për mos respektim të gjykatës kushtetuese. Përderisa qeveria ose ministrat nuk respektojnë një institucion, si mund të presim që qytetarët i respektojnë institucionet e sistemit? Ndërsa e dini se përforcimi i kapaciteteve të institucioneve është një nga kushtet kryesore për marrjen e datës për bisedime me BE-n. Nga VMRO DPMN-ja nuk deshën të komentojnë duke adresuar përgjegjësinë tek Ministri i Arsimit. Deputetja e kësaj partie Silvana Boneva tha se deri tek kuvendi nuk ka arritur asnjë nismë për ndryshime në ligjin e arsimit fillor. Në shkollat fillore shqipe nga shtatori nuk do të lejohet mësimi i maqedonishtes nga klasa e parë, ashtu siç është parashikuar në plan programin për arsim të Byros për zhvillimin e arsimit për vitin 2010-2011. Drejtuesi i sektorit për zhvillimin e arsimit në Tetov, Ilyas Halimi për televizionin Alp, tha se maqedonishtja në shkollat e Tetovës do të mësohet nga klasa e 4, konform konceptit për edukim dhe zhvillim të arsimit fillor 9 vjeçar i përpiluar në gusht të vitit 2007 dhe ligjit për arsim fillor. Halimi tha se nuk mund të veprohet në bazë të asnjë plan programi që bie ndesh me ligjin. Për këtë arsye, nga Komuna e Qairit e konsiderojnë si jo valid imponimin e maqedonishtes nga klasa e parë. Sigurisht, pasi që edhe e din qëndrimin edhe subjektit shqiptar, edhe arsimtarëve, prindërve, nxënësve të tyre, se në për dyrë të vogla nuk mund të kalohen gjëra të tilla. Ne mbetemi në qëndrimit tonë se do ta zbatojmë ligjin deri në fund. Ligji thot se gjuha maqedone në për shkollat dhe të nxënësit jo maqedonas mësohet për klasën e 4. Në plan programin e vitit shkollor 2010-2011, që është publikuar në faqen e internetit të Byros për zhvillimin e arsimit, u është dorëzuar drejtorëve të shkollave fillore janë caktuar 2 orë në javë për mësimin e maqedonishtes për nxënësit e bashkësive jo maqedonase. Shkelja e ligjeve që dalin nga marrëveshja e Ohrit me ndihmën e deputetëve të BDI-s, kryesisht mos respektimi i ligjit për amnisti, dëshmon se ky dokument është i vdekur. Kështu shpreh antari i kryesisë qendrore të Partisë Demokratike Shqiptare, Imer Aliu. Duke kundërshtuar reagimin e fundit të zëvendës kryeministrit Abdulaqim Ademi për mospranimin e ftesës për duel televiziv, Aliu rikujtoi zëvendës kryeministrin se faktori ndërkombëtar dhe populli shqiptar e dinë se marrëveshja e Ohrit është e vdekur, ndërsa një nga shtyllat kryesore të saj, ligji i amnistisë, anashkalohet. Ky ligj që buron nga marrëveshja e Ohrit është miratuar në Parlamentin e Maqedonisë në mars të vitit 2002. Në atë kohë, ti dhe disa punëtorë tjerë të Gruevskit nuk ishit askund, kurse Ali Ahmeti dhe shokët e tij ishin katandisur diku në Prizren. Se ju konfliktin e bët që të instaloni në pushtet vërehet nga serviliteti juaj dita ditës. Në 26 shtator të vitit 2008, deputetët e partisë tënde dhe të Ali Ahmetit në Parlamentin e Maqedonisë pranuan, e theksoj edhe një herë, pranuan që 2 deputetëve, kolegëve të vetë, të partisë së vetë, të merret imuniteti. Hisen Xhemaili, i akuzuar për rastin ashtu quajtur punëtorët e Mavrovës, dhe Hajrullah Misimit për rastin Pendla e Likovës. Aliu akuzoi BDI dhe Ali Ahmetin për shkeljen e ligjit të amnistisë me qëllim të, siç u shpreh ai, pamundësimit të procedimit të 4 rasteve të Hagës nga gjykata e vendit. Aliu tha se BDI po në përkëmbë gjithçka që është shqiptare me qëllimin e vetëm që të vazhdojë të qëndrojë në pushtet. Partia Demokratike Shqiptare pyet deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim se si do të votojnë kur do të kërkohet heqja e imunitetit të Ali Ahmetit.
Projekti i Shkupi 2014 për qytetarët paraqet diskriminimin e radhës ndaj shqiptarëve. Ata shfaqin indinjatën e tyre ndaj këtij projekti që nuk reflekton multietnicitet në Maqedoni. Vendosja busteve vetëm të figurave maqedonase për qytetarët paraqet shkelje të historisë së shqiptarëve. Për projektin Shkupi 2014 mendoj se me këtë akt qeveria e Maqedonisë, konkretisht kryeministri Nikola Gruevski, po e slavizon Shkupin, megjithëse Shkupi ka qenë kryeqendër e valjetit të Kosovës, veleitit të Kosovës, mirë po tani politika jonë shqiptare këtu e ka treguar servilizmin e vet ndaj Gruevskit për disa pazarllaqe të lehta të veta. Këto gurna që ka e vënen, as të ana shqiptarëve, as të maqedonëve. Lepet gjinë me qitë rrugë, kanë me të pa punë. Këto punën kundër, e ve shqiptari një, Maqedoni di, lepet punë. Kjo është një diskriminim i madh ndaj shqiptarëve, ndaj drejtave tona. Mund të themi se kjo është një shkelje e madhe ndaj kombit shqiptar. Qytetarët vlerësojnë se bustet janë instrumenti i ndërrimit të identitetit të shtetit. Ata ndjehen të marginalizuar nga qeveritarët maqedonas dhe nga ata shqiptar. Sipas tyre, vendosja busteve maqedonizon qendrën e Shkupit. Pakënaqësitë, të cilat i kanë shprehur qytetarët dhe ekspertët, deri më tani kanë hasur në vesh të shurdhër tek qeveria. Si të tilla përfunduan edhe vlerësimet e gjykatës kushtetuese, e cila konstatoi se Shkupi 2014 është projekt antikushtetues. Drejtori i Institutit të Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore Ramiz Abdyli ndryshon deklaratat lidhur me mos shënimin e datave historike të shqiptarëve. Përderisa më 11 gusht, drejtori Abdyli pati deklaruar për televizionin Alp se qeveria ka nënçmuar Institutin për Trashëgimi Kulturore të shqiptarëve, nga se nuk i ka përfillur datat e propozuara nga ky institut dhe shoqatat e historianëve shqiptar, dhe se kjo vën në dukje pozitën e dobët të faktorit shqiptar në qeveri. Tani shprehet ndryshe. Shkak kryesor për mos shënimin e këtyre datave sipas tij qenë ka kriza ekonomike që dominon në Maqedoni. Për shënimin e përvjetorëve të tjerë, arsyetimi është se kanë munguar mjetet për shkak të krizës financiare që ka dominuar në Maqedoni. Ministritë e Arsimit dhe Kulturës nuk kanë financuar aktivitetet për shënimin e 7 përvjetorëve të datave historike shqiptare dhe pse që në dhjetor të vitit të shkuar kanë marrë pëlqimin nga kuvendi. Sipas vendimit të njëjtë, digasterët përkatës u obliguan që të ndajnë fonde për shënimin e tyre. Gjithashtu, drejtori Abdyli bëri të ditur se Instituti për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore në Shkup do të shënojë në mënyrë modeste 100 vjetorin e lindjes së humanistes shqiptare me famë botërore, Nën Terezës. Shoqata Nën Tereza do të organizojë 2 manifestime jubilare për shënimin e 100 vjetorit të lindjes së Nënës Terezë. Manifestimi i parë me titull Ditët përkujtimore të Nënës Terezë, nëna e botës së përvuajtur, do të organizohet me rastin e ditëlindjes së Nënës Terezë, ndërsa manifestimi tjetër do të mbahet më 19 tetor në ditën e lumturimit të Nënës Terezë. Kjo shoqatë për 26 gusht paralajmëron një program të ngjeshur artistik bartës, të cilit do të jenë fëmijët. Programi fillon në ora 10:30 me defilimin e 100 fëmijëve në përsheshin e qytetit të veshur me bluza të bardha me portretin e Nënës Terezë dhe me tullumbac në duar, të cilët do të qëndrojnë përpara përmendores së Nënës Terezë. Më 19 tetor të këtij viti do të mbahet edhe manifestimi i dytë për nder të lumturimit të Nënës Terezë, me që rast do të bëhet edhe promovimi i librit 100 gongxhe për nënën, që përfshin krime kushtuar Nënës Terezë. Në kuadër të këtij programi do të bëhet edhe shpallja e fituesve të konkursit letrar me krime për Nënën Terezë. Hulumtimet kërkimore shkencore dhe bashkëpunimi në proceset kulturore dhe arsimore janë 2 fusha, ku në të ardhmen do të përqendrohet nisma e Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe Institutit për Trashëgimi. Gjatë marrëveshjes së firmosur, përfaqësuesit e të 2 institucioneve vlerësuan si tepër të rëndësishëm këtë bashkëpunim. Kjo ngjarje tepër e rëndësishme do të hapë rrugën drejt punës shkencore të nevojshme për avancimin e kulturës dhe historisë së shqiptarëve në Maqedoni. Përgëzoj marrëveshjen që nënshkruam, marrëveshjen e parë midis 2 institucioneve të para kombëtare shqiptare në Maqedoni. Në radhë të parë Universiteti Kombëtar Shqiptar i Tetovës dhe Instituti ynë, i cili tash sapo merr hapet e parë. Besoj se me vullnet të mirë
dhe me ndihmes nga qeveria financiarisht do t'ja dalim të kryjmë punë të mëdha në bashkëpunim me universitetin tuaj, qoftë në hulumtime në teren, sepse hulumtimet në teren në pjesën e banuar nga shqiptarët janë bërë shumë pak, ose as pak. Ky bashkëpunim do të orientohet në përpilimin dhe artimin e projekteve me interesa të përbashkëta dhe që do të jetë në shërbim të zhvillimit të kulturës dhe arsimit shqiptar në Maqedoni. Në bazë të studimeve të Institutit për Shoqëri të Hapur, disperzimi i arsimit të lartë nëpër qytete të ndryshme në Maqedoni ndikon në cilësinë e dobët të arsimit. Në bazë të ulëmtimit të këtij instituti, disperzimi i fakulteteve të universiteteve shtetërore dhe private bëhet pa analiza paraprake dhe debat publik me justifikim për të qenë më afër qytetarëve. Instituti për Shoqëri të Hapur vlerëson se organizimi i procesit mësimor nëpër fakultetet e shpërndara bëhet në objekte jo të përshtatshme për mësim. Studentët vendosen kryesisht në repartet e fabrikave, në përqerë dhe fëmijësh dhe në shtëpi të punëtorëve. Sipas profesorit Zoran Popovski, këto objekte nuk krijojnë atmosferën studentore dhe ndikojnë në uljen e cilësisë të studentëve nga viti në vit. Definitivno ne možem da go... Përfundimisht nuk mund të pranoj argumentin që çdo institucionet e larta arsimore duhet të jenë vazhdimisht afër qytetarëve. Ju pyetet për përvojat pozitive. Mund të organizojmë kurse për lëndë të caktuara ose disiplina të caktuara, kryesisht në ato qytete ku ka kompani serioze në sektor të caktuar, ku ato do të organizonin ligjerata që do të ishin pjesë të studimeve postdiplomike. Improvizimi i mësimit në repartet të fabrikave i pamundson studentit të ndjejë atmosferën studentore. Ky institut a priori është kundër disperzimit të fakulteteve, por kërkon një riformatim dhe krijimin e një materice nëpërmjet së cilës do të jepej dritë jeshile për funksionim të studimeve të disperzuara, aty ku ka kushte. Kryetari i Komunës së Prishtinës Isa Mustafa vazhdon të jetë i bindur se koalicioni i qeverisës mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës nuk funksionon, duke thënë se puna e këtij koalicioni nuk ka sjellë rezultatet e pritura të shtetëndërtimit, si dhe duke kërkuar që i njëjti të ndërpritet sa më parë. Për sa i përket bindjesime, do të gjithë ato vlerësime që janë dhënë më parë se ky koalicion nuk po funksionon mirë, edhe që rezultatet e këtij koalicioni nuk janë ato rezultate cilat ne i kemi prit për ndërtimin e një shteti ligjor. Prandaj unë edhe më tutje vlerësoj që ndërprerja e këtij koalicioni edhe marrja përgjegjësisë për qeverisje duhet bëhet çdo minutë dhe çdo ditë. Mustafa nuk deshi të prononcohet nëse do të kandidojë për të parin e LDK-s, duke thënë se vazhdon të ushtrojë postin e kryetarit të komunës. Jo asgjë konkrete s'ka, t'ju them drejtën nëse që më të marr fare me këtë punë, unë e di, dhe jo vetëm unë, po din gjithë që kryetari i Lidhjes Demokratike ekziston, ai është fatmirëse i di, është kryetar i cili ka ngri pozitën e tij, mirë po ka rregulluar mënyrën e funksionimit të LDK-s përmes kryesisë, prandaj unë i respektoj gjithë ato dhe s'ka ndodhur kur gjë që është ndodhur në atë aspekt. Ndryshe që nga fillimi i vendosjes koalicioni i qeverisës ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, Isa Mustafa ka qenë njëri ndër kundërshtarët më të ashpër të këtij koalicioni, duke kërkuar disa herë ndërprerjen e tij. Ambasadori i Kosovës në Shqipëri Gazmend Pula të hënën i ka dorëzuar presidentit të Kosovës Fatmir Sediu dorëheqjen e tij nga pozita e ambasadorit për shkaqe siç thuhet shëndetësore. Sediu ka pranuar edhe aprovuar dorëheqjen e ambasadorit Pula, për të cilën e ka njoftuar edhe ministrin e jashtëm të Kosovës. Njëherët presidenti Sediu i ka kërkuar ministrisë së jashtme të ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.